Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas akuzave të kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha për presion ndaj gjykatës kushtetuese lidhur me ankimimin e tij mbi vendimin e pezullimit të zëvendës kryeministres Balluku. Në një video mesazh, Rama mohoi kategorikisht se qëndrimet e tij përbëjnë presion, duke argumentuar se si palë në proces, ai ka detyrimin publik të komentojë çështjet që lidhen me detyrat institucionale të tij. Kjo është një betejë institucionale gjyqësore për të mos lejuar atë që nga Komisioni i Venecias konsiderohet shkelje e palejueshme e kufirit ndarës mes pushteteve. Pra, unë jam palë dhe flas si palë, nuk i bëj presion askujt. Rama theksoi se qëndrimet e tij synojnë të pengojnë krijimin e precedenteve të rrezikshëm si ai i pezullimit të një antari të qeverisë. Sepse duke i hapur rrugë presioneve politike ndaj qeverisë, destabilizimit institucional dhe manipulimit e ekzekutivit përmes proceseve penale, do të ndodhte diçka që është e panjohur në Europë. Mjafton vetëm të parafytyrosh se çfarë lojash politike në dëm të shtetit, në dëm të ligjit, të qytetarëve, të shoqërisë mund sillte e ardhmja po të hapej kjo vërim e madhe në murin ndarës mes pushteteve kushtetuese në Shqipëri. Ai u përgjigj gjithashtu pa përmendur emrin e Berishës, duke vënë në dukje se përdorimi i kësaj çështjeje për luftë politike është i papërshtatshëm dhe se temat e konfliktit të kompetencave mes pushteteve duhet të marrin përgjigje të qarta dhe ligjore. Duhet të jesh krejt i papërgjegjshëm, kashi Shqipërisë, Republikës sonë, për ta lënë të kaloj pa luftuar gjyqësisht në shkallën më të lartë atë të gjykatës kushtetuese këtë tentativë antidemokratike. Aq më keq akoma pastaj, duhet të jesh krejt i verbuar nga urrëtia politike për ta kthyer edhe këtë konflikt kompetencash mes ekzekutivit dhe gjyqësorit në një konflikt politik. Në rastin e ministrit është një shkarkim, të cilin kryeministri duhet thjesht ta formalizojë me që e mendoj prokurori dhe e vendosi gjykatësi me detyrim përcaktim, sepse të pezullosh një ministër nuk do thotë të pezullosh një funksionar publik të cilit do nivel. Atë ndërkohë mund ta bësh sepse ja bën punën dikush tjetër, por do të thotë ta zgjësosh pa afat një autoritet me fuqi ekskluzive vendimmarrëse. Pavarësisht akuzave, kryeministri përsëriti apelin e tij për gjykatën që të vendosë me qartësi dhe pa ndikim politik, duke theksuar se qëndrimet e tij nuk kanë për qëllim të ushtrojnë presion mbi anëtarët e gjykatës, por të sigurojnë respektimin e ligjit dhe stabilitetin institucional. Që gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë t'ia kursej Republikës Shqipërisë shpikjen e një risie totalisht të pamirësardhur në historinë e drejtësisë demokratike